Dobro, bivši minister, da, nikada. Ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj kaq të numrit. Përgjithsisht përshëndes të nderuarin rektor, profesor doktor Zamir Dika. Përshëndetje të nderuarin prorektor, profesor doktor Abdulmenaf Bexheti. Përshëndetje të nderuarin dekan i Fakultetit të Biznesit dhe Ekonomisë, profesor doktor Nezmi Beseli. Profesor, student, përfaqësues të mediave dhe mysafirë. Thonë se zëri njeriu dëgjohet mbi çdo zhurmë, mbi çdo armë, është superior mbi çdo frekuencë, kur flet të vërtetën. Këtë do të dëshmojmë edhe ne sot. Kjo tryezë sot organizohet për disa qëllime, ku si pika parimore janë ngritja e vetdijes të studentëve dhe formimi profesional, të cilin shprehim nëpërmjet fjalës së tij. Nuk evitohet dienia që posedohet në këtë universitet, dhe normalisht që studentët nuk kanë durimin të rinë heshtur pas gjithë këtyre ngjarjeve ku popullata e Maqedonisë në hihet nga një udhëheqje pushtetare lakmitare. Ku nocioni pushtet krihet mbi atë popull. Kjo tryezë mundohet të japë përgjigje temës se nga vijnë problemet ndërretike, nga kriza ekonomike apo nga çështjet e pasgjidhura politike. Përpara se të japim fjalën përshëndetje rektorit të universitetit, profesor doktor Zamir Dikës, ju ftojmë të ndjekim një video të shkurtër e përgatitur nga organizatorët, e cila më saktësisht do të na sqarojë se çfarë do të flasim debatuesit tonë sot.
që dini para disa javëve, Universiteti Evropës Kendore dhe u rangua nga sistemi i rangimit organizuar nga Shanghai, shumë lartë mes top 2 universiteteve. Mirë po, në të drejtën rangimi është një proces që drejtën nga za për mua mejësia më e madhe, rangimi më e madhe ato. Falenderim për punën e profesorëve, është pikërisht një event i sotshëm që organizohet me studentët. Ka kur profesorët e tyre dëshojnë që studentët kanë bri të kalojnë politikën ditore, shpesh të kalojnë edhe ne, dhe marrin guximin në një perspektiv të flasit për disa tema të cilat shpesh trajtohen vetëm nga sipërfaqësisht nga një dimension politik. Për mua pra rangimat të masit këtu ka. Ju, studentët e utilitas, si mendoj që janë pionierë në universitet, të një nisme që dal nga dalë mendimi akademik, mendimi kritik, fundja edhe mendimi i qiltër, ajo që ka thotë shpirti e zemra, të thuhet ati ku e ka vend. Pas universitetit që nga themelimi në vetën në kupton nga ama bata të pankartë, më thotë që universitetit duhet të përbëhet prej njerëzve më të ditur të shoqërisë, të cilët duhet të kuvendojnë gjejnë zgjidhje për progresin e shoqërisë dhe duke qenë të pa ndikuar nga rrethanat politike apo krizat ekonomike. Kjo është pra definicioni i universitetit. Dhe në fakt të keq nuk ndodhen ashtu, shpesh që universitetet ndodhen në një mjedis të arsimit të lartë dhe janë të ndikuar nga krizat ekonomike, nga krizat politike, të indikim ndoshta bëhet në jetën e përditshme në gjatat tona. Mirë po kjo sot tregon se mila të ju dëshmoni se keni kurajo që të bisedoni për tema jashtë kontekstit ekonomik, politik, e kështu me radhë. Që shumë tjerë nuk kanë guximin ta bisedojnë. Pra, njerëzit e duhur, fenomeni duhur, vendin. Unë uroj që në përmjet këtyre debateve, diskutimeve, besoj që do të jetë një cikël dhe jo vetëm nga studentët e fakultetit të ekonomisë, shantashën e gjithë fakultetet tjera, për gjithë fenomenet e shoqërisë që ballafaqohen me të cilat nuk kemi guximin ose të flasim për mediumet për shkak të mjedisit, ashtu siç është në rajon që ne vetëm më thënë. Unë do të thashë dashur që në këto diskutime sa më tepër argumenti, fakti, shkenca të vijnë në pak që me të ideja jonë është nuk është të ndërtojmë ne një shtetë fondit të vogël të brenda universitetit, por thjesht që ndihmojmë politikvërsve që të bëjnë politika edhe më të mira, edhe më efikase, edhe më të suksesshme për mësuesit. Kështu që me këtë mesazh, Marioni dhe njerë që ju falenderoj shumë nga zemra që keni marrë guximin, diskutoni në tema të tilla, ju dëshiroj sukses në punën e kësaj. Para se të shpallë këtë kryes të hapur, desha shkurtimisht që ju njoftojmë me programin e sotëm. Debati do të zgjasë afër një orë, më tej do të vazhdojmë shkurtimisht me pyetje nga studentët. Është e kënaqësi që të kemi opinionin nga profesor doktor Abimenaf Bexheti. Kërkesa që do dalin nga ky debat do t'ia drejtojmë qeverisë të Republikës Maqedonisë. Jap fjalën kolegut Almir Afsia, që është udhëheqës i debatit sot. Të nderuar pjesëmarrës, tema e cila do diskutohet sot është marrëdhëniet e ndryshme ndëretnike, refleksioni i krizës ekonomike apo çështjeve të pazgjidhura politike. Kjo pjesë e diskutimit do të elaborohet në dy sfera, në sferën ekonomike dhe atë politike. Studentët Leutrim Mehmeti, Donika Zendeli dhe Besnik Ademi do të elaborojnë çështjet ekonomike, ndërsa studentët Besmir Saliu, Mirjeta Arziu dhe Shkodrana Madani do të elaborojnë çështjet politike. Leutrim Mehmeti, Donika Zendeli, Besnik Ademi dhe Besmir Saliu janë student pra të Fakultetit të Biznesit dhe Ekonomisë, ndërka Shkodrana Madani dhe Mirjeta Arziu janë student pra të Fakultetit të Shkencave Politike. Unë e hap këtë pjesë të diskutimit duke i dhënë fjalën Leutrimit. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit për pranimin tuaj këtu. Na bëni shumë kënaqësi jeni pjesë e kësaj.
ndoshta zoti rektor kishte diçka pjesën nga fjalimi im dhe hapja është siç duhet. Fillimisht do të doja që fokusi i kësaj të bazohet në fakte, të bazohet në të dhënat, të cilët janë të derivuara nga disa elemente apo burime të ndryshme. Kemi munduar të jenë sa më konfidenciale. Sigurisht nga Byroja e Statistikave të Republikës së Maqedonisë, ndoshta janë pak të vjetëruara. Kemi munduar të marrim nga Banka Botërore apo revista American Prospect te USA. Ndoshta do të duke ironike, po edhe mund të kërkoje në një shkakim drejtorit të për statistika. Rendi ekonomik në Republikën e Maqedonisë duket sigurisht i ndërsjellë me atë në botë, për të tjerë përgatiten nga impakti i krizës apo për impaktin e saj dhe për një tsunami shkatërues, ndoshta në fillim të vitit në mesin e vitit 2007, deri kur kriza kabloi në shtetet më të fuqishme dhe atë shëbate në një efekt domino çdo cep të botës, unë mendoj se Republika e Maqedonisë ende nuk ishte e gatshme dhe mendonte se me ato super bazuka që i kishte, ose që në fakt mendonte se i kishte do të mund të mitigonte impaktin e krizës, gjë që siç edhe nuk ndodhi. Drejtori i Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë, atëhershëm, dhe Ministri i Ekonomisë dhe vendës kryeministri për çështjet ekonomike, mendoi se nuk ishin as pak proaktiv për të zbutur këtë impakt që kriza do të kishte. Nga 4 masa antikrizë që u ndërmorën, mund të them se 5 dështuan. Ajo e 5 ishte që menduan se në këtë tsunami dikush mund të dalë edhe përsër, të kapë në një val, se mendonin se këto mund të ishin ndoshta mundësi për ekonominë e Maqedonisë, nga që të gjithë mund të frikoheshin nga shtetet të cilët fragmentohen, e Maqedonia nuk ishte një e tillë. Impakti i krizës u duk shumë, eksportet në vendet ku Maqedonia eksportonte më së shumti ranë me një normë prej 30%, industria apo prodhimi industrial ranë me 50%. Sigurisht edhe importet ranë me një normë shumë të madhe, prej 25 apo parafërsisht 20%, por kjo ende jemi në negativ, të importet nga që importojmë shumë më shumë se sa që eksportojmë, jemi në një deficit tregtar me një gap shumë të madh, me një hapësirë shumë të madhe, ku importojmë afërsisht 70% të GDP-së tonë, më shumë se Greqia, Shqipëria, Malizi apo edhe Bosnia, ndonjëherë edhe sa të gjitha bashkë. Duhet të cekim se jemi të vënë si ekonomi në lëvizje nga importi dhe gjatë periudhës së krizës shteti miratonte ligje të cilët mund të ishin për shembull veturat pa dogan të cilët importoheshin në Maqedoni, gjë që nuk duhet të bëhej në atë periudhë. Duhet të cekim se remitancat dhe investimet të lloja direkte ranë me 46%, gjë që është shkatruese për ekonominë tonë, e cila ishte direkt mbarë nga remitancat të virat nga jashtë dhe investimet direkte të lloja, të cilat do të aminin ekonominë në lëvizje sërish. Problemet ekonomike sigurisht që nuk u shfaqen si të tilla gjatë të gjithë periudhës e cila zgjati kriza ekonomike dhe mund të them me shumë përgjegjësi se ende është duke zgjatur. Shteti është, nëse kemi të juridikë në kapitullin 11 apo fillimin e fundit të saj, Chapter 11, ku mund të thuhet se është falimentimi apo bankroti i këtij shteti, nga që nuk mund të implementojmë politika të një rritje stabile. Problemet fortifikohen në një nguroj problemesh ndërretnike, të cilët ai tek i cili mundohet të vjet pushteti apo elita politike është për të mbuluar për të maskuar në një mënyrë sa më të mirë për të kamufluar problemet ekonomike të cilët i ka Republika e Maqedonisë. Edhe atë duke nxjerrur nga vetë instancat e shtetit probleme si enciklopedia e Maqedonisë, si çështja e flamurit 28 nëntori, incidente të ndryshme, rrafje, vrasje të ndryshme, që ndoshta vinë si një zinxhir i disa evenimenteve të një efekti flutur, ku fillimisht nga përpolitjet e fletave të një fluture shumë pak ndikohet, por ndoshta në një periudhë afatgjate ajo mund të jetë një uragan i tmerrshëm i cili shkon me kapituar në teritorin e Maqedonisë dhe ndoshta mund të bakte dhe farmin edhe në
shohim sulmet të ambasadave të Maqedonisë në shtetet e regionit dhe reportat të shumta nga shqiptarët të cilët gjenden jashtë Maqedonisë. Këto mendoj se mungon një inteligjencë kolektive e cila është duke nxitur këto probleme multietnike dhe mendoj se edhe në qoftë se kjo do të ishte një fakt, edhe pse mund të themi se fakt konspirativ për në politikë këto ndodhin, duhet të unë preferoj të qëndroj ekonomisht në këtë rast dhe të them se më mirë do të ishte të problemet të zgjidhen nga ana reale dhe të mos mundohemi që problemet të cilët janë në treg apo në jetën reale të mundohemi të ingulojmë me disa kamuflime të ndryshme. Sidomos duhet të cekim se regioni i Pollovut, edhe pse shumë të tjerë mendojnë se nuk është cekur në krizën ekonomike, ajo është e prekur thellë nga një impakt i cili ishte imparur nga të vjerat nga jashtë, ishte imparur nga investimet direkte të goja dhe as pak nuk u stimulua nga shteti apo masat e ndërmarra antikrizë. Do të doja të shtoja se në këtë kryesë nuk do doja të bëja fokus të veçantë në marrëdhëniet ndërkombëtare, nga që ato realisht ato janë edhe të mira, kur disa njerëz mundohen të bëjnë biznes, ato nuk mund të shohin aq shumë larg përfitimeve të tyre financiare dhe nuk mendojmë për pasojat, pasi që ato shkojnë profitet e tyre, por duhet të cekim se marrëdhëniet ndëretnike janë një proces i cili duhet të ndërtohen nga një morim të ndërmarrë edhe nga politikë bërësit, por edhe nga vetë individi. Mendoj Maqedonia apo pushteti në tani që udhëheq këtë shtet është duke mbjellur një forme të grurit apo të ndonjë ndime në një çiment e cila është shumë rëndë të mbi, nga që nuk mund të prosperojmë duke u shkyer të fortifikuar në çimento apo në beton ose asfalt. Ne duhet fillimisht të mbjellim një ide në kokën e çdo të riu, duke menduar në sistem profesional dhe akademik, duke mos nxitur dhunë, por duke nxitur të si lloj debatesh të cilët do të zhvillojnë sa më shumë njerëzit apo studentët tanë, duke çuar një mesazh sa më të saktë dhe më të përvejtë tek elita qeveritare. Faleminderit Filtrim. Kalojmë te Donika. Donika, si mendon? Sa e përballoi impaktin e krizës regioni Pollovut? A thuan dikoj drejt për drejt në performancën e kompanive në region? Fillimisht unë dëshiroj që ju përshëndes dhe që ju falenderoj për organizim, sidomos panelin që i gjeni të nderuar dhe të qenë këtu. Sigurisht, siç e theksoi edhe kolegu Ylli, edhe Maqedonia do të jetë më së shumti tek pjesa e Pollovut. Dihet që Maqedonia do të prekë nga valët e krizës financiare. Përkundër faktit se qeveritarët e atëhershëm dilnin me deklaratat e tyre, sidomos ministri i atëhershëm i ekonomisë zoti Famir Besimi, thoshte që Maqedonia do të ketë një impakt indirekt në bilancin tregtar dhe në dinamikën e investimeve. Por nuk ndodhi kështu. Edhe pse kriza filloi të pati në gusht të 2007-s, ajo forcoi rëndet në kvartalin e fundit të 2008-s. Dhe ndodhi ajo që nuk pritej, e gjeti Maqedoninë të paprigatitur. Sidomos në rajonin e Pollovut, qeveria edhe si gjepi zhvillimit ekonomik në Maqedoninë perëndimore, duke pasur parasysh sepse është më zhvilluar ekonomikisht se ajo lindori. Çka ndodh? Ndodh që përpara 2007-s, nëse më lejoni të bëj një retrospektivë, bizneset në të rajon, të cilët kryesisht merreshin më shumë me tregti, pozimtari, por edhe shërbime, ato kishin një qëndrueshmëri, stabilitet ekonomik. Madje një përqindje e tyre, prej 30% kishte një rritje, domethënë trendi vjetor ishte në rritje. 57% të këtyre bizneseve financoheshin me burimet e veta nga profiti i akumuluar i tyre nga vitet paraprake. Ndërsa le të theksohet që është një përqindje shumë e vogël e bizneseve shqiptare, të cilët kishin siguruar kredi. Por çka ndodh? Vallë a ishte kjo pasqyrë kaq e larmishme dhe dëshiroshme nga ndërmarrësit edhe pas kapimit të krizës? Sigurisht që jo, vetëm të marrë do të thoshin që nuk ka pasur ndikim kriza, ajo kishte, madje edhe shumë. Të gjithë ne mund t'i vrenim rreth të zeza, të cilat rrinin mbi kokat e ndërmarrësve dhe lëshonin të timat furish në bizneset e tyre. Dhe aktivitetin që ato siguronin kafshatën e grupët dhe siç e dimë ne, u siguronin shkollën e fëmijëve, kështu me radhë. Çka ndodhi? Ndodhi ajo që më
ndikuar nga kriza me një intensitet shumë të madh. Rreth gjysma e tyre kishin një rënje për 26%. Pa mendoni se çka është një biznes për një periudhë shumë të shkurtër të goditet me 26% dhe të ketë një rënje. Dëshiroj të theksoj se të gjitha këto biznese, rreth 30% e këtyre, shumica ndiko 30% e këtyre, si pasojë e mospasjes së mjeteve financiare, u detyruan që të largojnë punëtorët. Dhe Maqedonia u bë lider në rajon, ajo arriti papunësinë, do të thotë pika më e lartë e papunësisë në Maqedoni, që shënoi pas krizës financiare. Ndodhi që shumica e bizneseve jo vetëm që largonin punëtorët, por nuk kishin mjete financiare, edhe të paguajnë partnerët e tyre afaristë, furnitorët. Ajo çka unë dëshiroj të theksoj është se më së tepërmi ishin të goditura tregtia, e cila do të pati një zvogëlim prej 45% dhe më pas vëzimtaria me një 43%. Me to të nderuar nuk janë thjesht konkluzionet tona, janë statistika të cilat janë formata nga enti statistikor, por edhe nga studimet që janë bërë, edhe janë të publikuara. Edhe pse qeveria mori masa, dëshiroj të theksoj se për 72 të bizneseve në këtë rajon nuk patën asnjëfarë ndikimi. Vetëm për një përqindje të vogël kishin një ndikim shumë të vogël, në përmasat të vogla, mirë po edhe ajo do të nuk mjafton për të arritur në këmbë një biznes. Unë dëshiroj që të theksoj se qeveria mori masas, si shtulet edhe me deklaratat e saj, mirë po ato nuk patën ndikim. Dëshiroj të theksoj edhe njerë që sektori financiar, si që ishte në bazë të parashikimeve, ngeli shumë stabil, madje edhe me trend rritës. Përse, do të thoni? Sepse në Maqedoni normat e interesit janë shumë të larta, dhe ajo bëri që bizneset apo bankat e goja të vinë të investojnë tek ne. Dhe sot mund të shohim çdo bankë, çdo çet rrugës kemi nga një bankë. Por në atë periudhë bankat i kishin aq shumë interesin e lartë dhe u bë si tërheqje për shtetet e tjera. Në rastin kur ato duheshin të ulin normat e interesit dhe të japin përkrahjen bizneseve, të cilat kishin më shumë se kur nevojë për përkrahjen e bankave dhe për mjete financiare që të rimetonin veprimtaritë e tyre. Dhe unë dëshiroj të theksoj që këto deklarata ishin shumë në rregull që u bën nga qeveria, mase ishin edhe të drejta dhe të parashikuara siç duhet. Por edhe pse u morën masa, ishin 4 paketa masash dhe në tekst të veçantë unë i vë paketit të dytë, në të cilën qeveria bëri një program 8 vjeçar për ndërtimin e infrastrukturës, e kurrutave, energjetikës, të cilat më së tepërmi kishin tekst të veçantë në Maqedoninë Lindore dhe askush nuk pa asnjë rrugë, asnjë fabrikë, asgjë, sidomos për këto biznese, përkundër faktit që më së tepërmi u prek Maqedonia Perëndimore, ndërsa shkon qeveria dhe investon në Maqedoninë Lindore. Çka bën më pas 200 milionë euro zotëri të nderuar dhe publik investon për shkupin 2014. Në kohë kur ajo duhet të investojë në biznese të cilat patin rënje, dhe unë dua të theksoj në tekst shumë të veçantë që rajoni Pollogut është ajo qendri i zhvillimit ekonomik, ajo nuk investon këtu. Dhe dua që të them se në atë kohë vetëm një shtet si Maqedonia, e cila ka ekskluzivitet për të bërë këto sende, të cilat në shtetet tjera nuk mund të imagjinojnë. Dhe për të mos zgjatur shumë dhe për të mos u bërë shumë monotone, dëshiroj që ta përfundoj me këtë thënie. Nëse mendojnë që nuk ka mbaruar, e kanë shumë gabim, sepse bizneset ende janë duke luftuar në ferrin për të ulur në këmbur dhe për të që u krijuar nga kriza. Falenderojmë Donika. Kalojmë te Besniku. Besnik, ashtu siç edhe theksoi Donika, mjetet antikrizë dhe mjetet e dedikuara nuk u janë shpërndarë kompanive shqiptare. Ju si mendoni, a janë dhe sa janë të diskriminuar kompani shqiptare edhe në shpërndarjen e buxhetit? Ju falenderoj audiencën që jeni prezent me një numër kaq të madh, gjithashtu një falenderim të posaçëm për panelin e profesorëve. Diskriminimi i shqiptarëve në distribuimin e buxhetit të Republikës së Maqedonisë është më së evident. Atë ne e shohim çdo ditë nëpër media, në jetën tonë reale. Një senator amerikan thotë, buxheti si i tillë duhet të reflektojë vlerat dhe prioritetet e atij shteti dhe popullit të tij, ndërsa kjo në Republikën e Maqedonisë nuk ndodh as pak, dhe hartimi i buxhetit ndodh në mënyrë krejtësisht ndryshe. Po mos e zgjatur më shumë, dua të kaloj në disa zëra bilancore që kemi nxjerrë me kolegët nga buxheti i Maqedonisë.
burimi është të kitë ndërruar. Gjithë informacionet janë marrë nga këtë buxhet. Ky është buxheti i Republikës Maqedonisë që është ratuar për vitin 2012. Pika ime e parë ku dua të kaloj është zëri pagat dhe kompenzimet. Qeveria në këtë zë bilancor ka planifikuar që për vitin 2012 të shpërndaj një normë financiare për 368 milion eurosh, ku nga kjo normë financiare 48 milion euro u takojnë shqiptarëve, që në përqindje është 13, ndërsa pjesa tjetër 320 milion euro, apo 87% kalon pjesës Maqedonit. Mendoj se ky zë bilancor shikohet edhe njerë mirë nga Ministri i Financave apo nga vetë qeveria dhe të bëhet një ribalans tjetër, pasi që papunësia është njëri ndër variablat më të rëndësishme makroekonomi dhe nëse ne do të vazhdojmë të kemi një papunësi historike mbi 30%, vallë çka do të ndodhë me regionin e Pollogut që afër 60% të punësorëve janë nga bizneset e vogla dhe të mesme. Pa mos e zgjatur më shumë këtu se koha nuk na premton, desha të kaloj te pika tjetër ku është pika e blok dotacioneve sa i përket komunave që qeveria i ndan këtë buxhet. Qeveria për vitin 2012 planifikon një buxhet për blok dotacione të gjithë komunave në provincën e Maqedonisë me një vlerë prej 223 milion eurosh, ku nga këto mjete financiare 14% i dedikohen vetëm komunave shqiptare, edhe ato me një vlerë prej 31 milion eurosh. Sa i përket dotacioneve që jepen për mbrojtjen e fëmijëve, vetëm 2 milion euro u jepen shqiptarëve, edhe ato vetëm në Tetovë në komunën e Çajirit, ndërsa pjesa tjetër 16 milion euro shkon nëpër komunat maqedonase. Dua të theksoj se Maqedonia në këtë vit ka planifikuar që 650.000 euro të harxojë për ndërtimin e një shtëpi të pleqjve në Prilep, Kumanov dhe Radovish, ndërsa qeveria deklaron se nuk ka 3.5 milion euro për instalimin e usjellësit në Tetovë. Kjo na tregon se ne jemi të diskriminuar edhe në blok dotacionet e komunave, gjë që ne ngecim edhe në sektorin e arsimit dhe të kulturës, pasi që këtu ka disa zëra që u dedikohen asaj pjese. Do të vazhdoj me zërin e investimeve kapitale, që për mendimin tim është më i rëndësishmi në këtë shtet, pasi që Maqedonia është një shtet 2 milion dhe gjëja më e rëndësishme për ta ringjallur një ekonomi të vendit do të jenë investimet kapitale. Vlera që shteti planifikon për vitin 2012 për të investuar apo për të pasur investime kapitale ka vlerë